Orët e para të mëngjesit të sotëm kanë sjellë një ndryshim rrënjësor në dinamikën mes Brikenës dhe Mateos, duke shënuar momentin më romantik të dyshes deri me tani. Ndryshe nga situatat e mëparshme, kur afërmiteti fizik mes tyre ose mungonte fare ose vinte si një veprim i detyruar dhe i ftohtë pas surprizave të Mateos, këtë herë skena ka qenë krejt ndryshe. Ka qenë vetë Brikena ajo që ka iniciuar momentin në kuzhinë, duke i dhuruar e para një përqafim të ngrohtë dhe të ndjerë Mateos. Në pamje, duket qartë se Mateo ka shijuar në maksimum këtë gjest. Ky veprim tregon se barrierat mbrojtëse të banorës kanë rënë, duke i hapur rrugë një marrëdhënie të bazuar te dëshira e ndërsjellë dhe jo te obligimi i situatave. Ndërkohë, shumë banor brenda në shtëpi, sidomos Artani, e ka komentuar këtë situatë dhe ka thënë që Brikena tashmë po e përdor Mateon. Ajo e ka refuzuar këtë gjë, megjithatë, Artani tha që në një javë ka përqafuar disa herë atë, ndërkohë që më përpara as nuk ju afronte dhe e shikonte me neveri, dhe kjo gjë e ka mërzitur shumë Brikenën. Ajo ka shprehur që tashmë ka filluar t'i besojë Mateos dhe nuk i interesojnë komentet e njerëzve, as në shtëpi dhe as jashtë, por dëshiron të shijojë këtë situatë dhe këtë mundësi që i është dhënë nga vëllai i madh. Nuk dihet se si kjo marrëdhënie do të shkojë, megjithatë, të gjithë njerëzit nga publiku dëshirojnë që ta shikojnë një lidhje midis tyre, por ka edhe njerëz të tjerë që thonë që u duhet më shumë kohë, pasi deri më tani kjo gjë nuk u duket e vërtetë. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? A mendoni se ky çift banorësh kanë me të vërtetë ndjenja për njëri tjetrin? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.